Dita e tretë e grevës së urisë, a ka patur probleme shqetësime shëndetësore nga kolegët tuaj që janë këtu janë futur në grevën e urisë? Po, jemi në ditën e tretë të grevës së urisë, ka pak lodhje nga çunat, nuk kemi lodhje trupore. Disa kanë pasur edhe pak tension të lehtë ose ndonjë temperaturë, dhimbje koke kanë të gjithë, por që ne vazhdojmë, nuk dorëzohemi, do të qëndrojmë deri në fund, deri në realizimin e kërkesave tona. Mbështetje nga kolegët tuaj përveç paradite në orët e pasdites apo gjatë natës, qëndrojnë gjatë gjithë kohës këtu ka punonjës që na mbështesin, është pezuar puna, thuajse të gjithë punonjësit janë në mbështetje të kafshës tonë, është e gjithë kafshët e përbashkët e jona, e tyra, për arritjen e kërkesave tona, për rritjen e fundit të pagave me 18%. Ndërkohë kur ka grevë urie, duhet të atashohet edhe një autoambulancë me infermier dhe një mjek. A keni bërë kërkesë juve që tjetë një ambulancë apo grup aty për ndihmën e shpejtë? Duke qenë se 2 ditët e para nuk janë shfaqur probleme shëndetësore, sot që ndjejmë lodhje, dhimbje koke dhe pak tension, mendojmë që të marrim një ambulancë ta njoftojmë që këtu në pranimin prezente. Faleminderit.